Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ja ushqime që pastrojnë rrënjësisht mushkrit. Përkujdesja për mushkrit është një hap i shkëlqyer që mundëson mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë video ju do të mësoni për ushqime të cilat pastrojnë mushkrit dhe detoksifikojnë këtë organ tepër të rëndësishëm. Çaj jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani çaj jeshil të ngrohtë përpara se ju të flini gjumë. Kjo do t'ju ndihmojë që ju të pastroni organizmin dhe gjithashtu mushkrit tuaja nga toksinat, por edhe të ruani shëndetin e sistemit tuaj tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë më mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe gjithashtu mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe njëkohësisht me acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre mundet ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkrit, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten dhe vitamina A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkrive. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve tuaja bllokuese të mushkrive. Ushqimet e pasura me antioksidant. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant të cilët forcojnë imunitetin dhe kapacitetin e mushkrive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe nenexhiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe gjithashtu çlirojnë mushkrit nga bllokimet prej sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj ose si çdo çaj tjetër bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Nenexhiku qetëson rrugët e frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhen bërë pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Mbrojtja e mushkrive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi, por edhe nga suplementët. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, janë që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri, si pasojë të ftorës ose të gripit, mundet që të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe njëkohësisht probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një koll tepër të fortë nëpërmjet së cilës mushkrit tuaja përpiqen të pastrohen. Gripi dhe njëkohësisht e ftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit nga sekrecionet apo siç njihet ndryshe, gëlbaza. Një gjë e tillë mundet që të ndodhë edhe si pasojë e bronchitit, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mundet që t'u vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është efikas për pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur mundet që të konsumojë një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkrive nga sekrecionet.
Ju duhet gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur dhe çerek filxhani çaj me uthull të pafiltruar dhe gjithashtu 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Përgatitja: zgjidhni së bashku uthullin dhe lëngun e limonit, sapo të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. Përzihni së bashku derisa të përfitoni një lëng me përmbajtje uniforme të cilën duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha rekomandohen që të përdorin të paktën 2 jastëk. Koka duhet mbajtur e ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe gjithashtu problemet me frymëmarrjen. Ju duhet të shkoni tek mjeku në qoftë se sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë gjithashtu edhe një ngjyrë jeshile apo të verdhë. Pavarësisht nëse e keni ndalur pirjen e duhanit, ekziston një shans shumë i madh që mushkrit tuaja të shtresohen me katran. Kjo është e vërtetë edhe për ata të cilët sapo kanë filluar duhanin. Disa njerëz pinë duhan tepër dhe përjetojnë dhimbje gjoksi për shkak të bllokimit të mushkrive. Shpesh bilanci i qelizave në trup ndërprehet dhe kontribohet në zhvillimin e qelizave të këqija. Mirë po, çfarë duhet të bëni? Për të zgjidhur problemin tuaj, ju duhet që të pastroni mushkrit duke hequr katranin dhe toksinat e duhanit në trupin tuaj. Ju duhet që të hani ushqime të caktuara me përbërje të cilat kanë aftësinë për të hequr njollat e duhanit. Përveç frymëmarrjes, ju duhet që të keni mushkrit të pastra pasi ato ndihmojnë edhe në uljen e infeksioneve dhe madje dhe të sëmundjeve të këqija. Si të pastroni mushkrit tuaja? Ky eliksir ka 4 përbërës që ndihmojnë në pastrimin e mushkrive tuaja. Xhenxhefili ka aftësinë për të hequr mukozën shtesë në mushkri. Xhenxhefili ka qenë i njohur për fuqitë e tij të veçanta shëruese tepër të gjatë dhe mundet që të eliminojë toksinat. Qepa mundet të ndihmojë gjithashtu në shmangjen e problemeve të ndryshme të frymëmarrjes dhe madje mund të ndihmojë në luftën e sëmundjeve të këqija. Shafrani konsiderohet një nga erëzat më të shëndetshme për rreth. Shafrani i ndisë gjithashtu përmban acide yndyrore omega 3, vitamina dhe minerale. Mjalti që të gjithë ne e njohim ka aftësi shëruese dhe përfitimet e tij janë të shumta. Për këtë recetë juve do t'ju duhet 1 kilogram qep, një rrënjë vogël xhenxhefil, 1 litër ujë, 400 gram mjalt. Në 1 litër ujë shtoni mjaltin dhe vlojeni ngadalë. Kur vlon, shtoni sipas dëshirës qepën dhe rrënjën e xhenxhefilit. Është e preferueshme që rrënja e xhenxhefilit të jetë e coptuar dhe qepa e prerë. Shtoni shafranin kur përzierja e re vlon. Ulni intensitetin e ngrohjes. Lëreni përzierjen e gatimit derisa të zvogëlohet në gjysmë. Pastaj vendoseni në kavanoz dhe mbani lëngun. Vendoseni në frigorifer në mënyrë që ta ruani. Merrni 2 lugë në mëngjes me stomakun bosh dhe në mbrëmje bëni të njëjtën gjë 2 orë përpara se të hani darkën. Mirëpo duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!